Kreu i AKR-s Begjet Pacolli e ka akuzuar ministrin e bujqësisë Faton Peci për shpifje dhe gënjeshtra. Pacolli në postimin e tij të bërë në Facebook ka thënë se ministri Peci kishte deklaruar në 10 emisione televizive se do të paraqitej një dëshmitar i cili do të denonconte biznesmenin për vrasjet e heronjve. Në reagimin e tij, Pacolli ka shkruar edhe se Kosova meriton ministra të përgjegjshëm. Në vijim, postimi i tij plot në rrjetet sociale. Rreth fundit të vitit të kaluar, Faton Peci, përveç ofendimeve dhe shpifjeve që më bëri publikisht në 10 emisione televizive, pati premtuar se shumë shpejt, madje duke e kufizuar këtë kohë në ditë, do të paraqitej një dëshmitar që do të më denonconte për vrasjet e heronjve. Që nga atëherë ka kaluar shumë kohë, jo vetëm ditë e javë, por disa muaj dhe ky dëshmitar i paralajmëruar ende nuk është shfaqur. Nëse ky dëshmitar nuk është paraqitur deri më tani, atëherë me plot të drejtë mund të konkludojmë se Faton Peci është një herë tjetër ka shpifur dhe ka gënjur, ashtu siç ka bërë edhe në raste të tjera. Kosova meriton ministra të përgjegjshëm, jo shpifës dhe gënjeshtar, ka shkruar ai ndër të tjera.